Përshëndetje miq, mirë se erdhët në emisionin Pena e Shkodrës. Faleminderit që jeni me mua të shtunave, pa diskutim që unë edhe unë ndjej mall për ju. E di që më shkruani një pjesë e mirë ndjekësve të emisionit Pena e Shkodrës. E di që ju mungon puntatat herë pas hershme, por vendimi im ishte i tillë ose mundësia ishte e tillë që ne të kishim disa të reduktuara. Ideja është që mos sjellim përsëritje, autorët do të vinë pa diskutim, por mos jenë të përsëritur edhe ju të njiheni edhe me zëra të ndryshëm të artit, të letërsisë shumë çka tjetër, sidomos me zëra që nuk janë shumë mediatik. Të japim hapësirë atyre njerëzve që nuk kishin hapësirë më përpara dhe nuk kishin aq të ekspozuar sa të tjerët. Letërsia është një fushë ku elaborojnë shumë njerëz dhe të gjithë ata që i përkushtohen duhet të kenë së paku zërin e tyre dhe të tregojnë eksperiencën e tyre në këtë fushë. Ashtu si Mikja që kam sot në studio, që është një nga miket e mia të zemrës, patjetër, Desantila Qerimaj. Desantila, mirë se erdhe në studio. Mirë se ju gjeta Jola, faleminderit shumë për ftesën. Ftesa ka qenë kënaqësi dhe ishte një e hershme në kohë realisht. Pa mundësia jote. Për arsye të migrantave, si vim ne, që marrim 2000 punë për 4 ditë. Herën e kalume nuk kishim mundësi për Desantila është autoria e librit Arjet Krisuna, një libër që është diskutuar pafund në kohën që u botu Desantilës parit. Ata pa vetëm një prezantim të shkurtër tanin që ka lind thot në Shkodër, thot fillimet e saj lidhen ngushtë me muzikën, sidomos me violonçelin. Violonçeli është një pjesë e pandashme e jetës tane, si me ka një krijesë jote, si libri më duket nganjëherë kur unë shoh në ato pjesëmarrjet tuaja. E vërtet. Kam studiuar që fëmijë violonçela dhe është ndër pasionet e para lidh me artin. Kjo dhe prej nënës time sepse ajo ka kënu. Zonja Shpresa Vanza, pa diskutim dhe përshëndesim. Edhe nana ma ka ushqyer dashnin për instrumentin, për muzikën. Mundesh me dallu poezinë, librin ose letërsinë dhe muzikën, apo janë të dyja ngjit shkojnë me njëra tjetrën së bashku? Ajo çka mund të them është se me letërsinë paktën si e përjetoj unë. Thellohem jashtëzakonisht shumë në vedi. Edhe kjo njerëzit që shkruajnë e dinë se çfarë procesit është, nuk mund të them që është një proces i ram, por nuk është një proces i thjeshtë për të thelluar në vedi, për të njohur vedin, për të shkruar, për të shfaq pra komplet vedin. Edhe mandej kur vjen puna te muzika, muzika e ledhaton këtë pjesë. E qetëson atë pjesën e vorbujve personal ose vorbujve poetik letrar, sepse letërsia një farë mënyrë është edhe shprehje e shqetësimeve. Dyshimet që kena brenda vetit, ato pikpyetjet e mëdha dhe muzika si duket ti shtuk deri diku. Po, muzika e lëmon ndjenjen, e qetëson, është pak a shumë si një terapi. Absolutisht, unë i shoh të pandashme, realisht shumë shpesh muzika është një prej atyre elementeve që më jep frymëzim për me shkru, për mos me thënë muzika klasike pothuajse më shumë. Edhe një nga ato të preferuar të mia është Schubert. Di që presin tonë me thënë Bach, po ja është Schubert. Është personale, edhe realisht adhuroj që e ke një vegël muzikore shoqet tane. Është diçka që t'jep një lloj sigurie, nganjëherë njeriu ka nevojë me ndajt me dikën që të më gjën. Edhe më duket sikur është një mënyrë me të ndëgjuar dhe ajo muzika, ato tinguj që dalin prej teje janë diçka është si poezia, del poezia krijim po dhe tinguj që nxjerr prej teje, një krijim vetvete. Është një krijim ndryshe në tinguj. Absolutisht. Krijim në fjalë, krijim në tinguj, rëndësi ka art. Të ndjesh. Arti përfshin të gjitha. Krijues. Studion në Liceun Artistik Prankja Kova në Shkodër, mandej në Konservatorin Cesare Polini në Padova të Italisë. Në vite mban të pacënuar pasionin për letërsinë, merr pjesë si violonçeliste në orkestra të ndryshme simfonike edhe filharmonike si në Shkodër, Itali, po dhe në Londër ku jeton aktualisht. Pasioni i saj i muzikës ecë paralelisht me atë të letërsisë. Është pjesëmarrëse në mjaft aktivitete e konkurse të ndryshme letrare, qoftë të qytetit të lindjes, por edhe pjesëtare në antologji të ndryshme poetike. Arjet Krisuna erdhi pas një periudhe shumë të gjatë, ku ne
kena kalu goxha vorbulla, kena kalu sisteme që përmbysen, kena kalu të paktën disa tilje përballë me emigracionin. Nuk di me thonë si është emigracioni, nuk e kam provu. E kam perceptu pak prej miqve të mi, pa është një temë që po i hyme nuk e di se ku përfundojmë. Por unë sot du me thonë një shka shumë të rëndësishme që ki kërë studime së fundmi për letërsi angleze dhe të shkrumit krijimit, do me thonë, të shkrumit të krijumit. Është një studim ose të paktën kisha me thonë një degree, si që thojnë angles, një shkallë krejt ma superiore. Nuk e kisha menduar asnjëherë se mundet njeriu me ndjek disa studime për me shkru, me dhënë një idenë. Tu e nisë e pas diçka të mbrëmshme, diçka si na e kena si vokacion. Thirrën. Por me i dhanë kësaj edhe një shkallë superiore, ishte ka gjoa ma veçantë me nojone. Si lihesh mas kompletimit të këtij rrugtimi studimesh? Mas kompletimit të këtyre studimeve kuptohet që unë ndihem ndryshe. Absolutisht po. Ndihem ma e plotësuar në disa fusha të letërsisë, por për ta fillu, për me spjegu poezinë ose krijimin, o e ke ose nuk e ke. Pra, nuk ta jep universiteti. Ajo çka më ka ndihmu me universitetin është pjesa kritike e një pune. Pra, pjesa kritike mi një vepër, mi një roman, mi një kontekst të caktuar historik lidh me një shkrimtar, mi poezit, pjesa research e kërkimit, pra atje të edukojnë se si edhe të bash një kërkim mbi një shkrimtar ose mbi disa poezi caktuar, çfarë të shkruash për ta si ta. Do me thonë, ti mësohesh me një kënd vështrim më thellë, jo gati logjik, po në tëra mënyrat e ndryshme, siç mund shifet në fushën letërare. Më thellë, më detajist, me tëra aspektet e të shkruamit, të elementeve që ka përdorur në shkrimin e tij, shumë çka tjetër. Po gjithmonë të u bazu në shkrimtarin ose poetin që merr parasysh, romancierin etj, kritikun, gjithmonë të u bazu në individin që me të cilin po studion, dhe po ashtu me idetë tuaja. Pra, universitetit ndihmon të krijosh të zam një esej me idetë tuaja të freskëta, por që gjithmonë duke u bazu në një poet ose në një shkrimtar, sa i përket krijumit, o je poet ose nuk je. Okej, do me thonë talenti është i domosdoshëm. O e ke atë pjesë, është një gjë tjetër që mëna i jep formën, e formson në një formë tjetër, edhe talentin mundet me të hap horizonte të tjera, sepse këtë ka. Me gjuhën, si të përdoret gjuha, si të përdoret forma, mund të ndihmojë edhe në stilin tan, por individualitetin dhe originalitetin tanë poetik, nëse e ke, ose edhe letrar, sepse ka shumë romancier që kanë shkruar pa bazë një lloj shkolle ose shumë shkrimtarë. Absolutisht. Edhe unë mendoj kështu, po ashtu si shumë profesora kritik të kohës. Kemi shumë shkrimtarë që nuk janë letrar, por janë inxhinier. Po, o është talenti ose nuk është talent. Hyn në letërsi me një titull goditur, Arjet Krisona. Ç'është një titull, ka një libër që më ka surprizu, qoftë edhe mbrëmia e tij është zakonshme. Jo rrallë herë kam lexuar për aktivitetet ndryshme poezit tuaja. Kam pas me lexuar të mia edhe kam lexuar tuaja. Jo për me më thonë faleminderit, për me tregu qoftë njerëzve që vijnë në për aktivitetet ndryshme që organizohen nëpër biblioteka ose sallat e tjera në komfort të letërsisë, por me tregu se Shkodër ka qoftë edhe pse ata nuk janë fizikisht në Shkodër, ka poet bashkohor, ka shkrimtar të ndryshëm shumë të mirë që japin realitetin e tyre, sjallin në mënyrën e tyre edhe pse nuk janë fizikisht në Shkodër. Por pse ky titull, Arjet Krisona, dhe si ishte ky libër i parë për ty? Po unë do thosha që gjenerata jonë është gjenerata e shpërthimit në një ndjenjë fuqishme, ke parasysh, sepse ne përjetuam ndrimin e sistemeve edhe kemi shumë poet, si që thati. Po për të mrit tek libri, ky titull u konsultu mjaft gjatë me redaktorin, duke pas parasysh që unë kam në poezinë time një element shumë të rëndësishëm, muzikën. Ishte një element që e përcjell ton veprën, realisht, një fill në tona poezi për shkohet. Edhe ishte e nevojshme, jo e nevojshme, po ishte një pjesë e natyrshme e poezisë time që titullit kishte muzikë. Edhe unë
pa ta shkruaj një faqe me titull, jo koncerti, jo simfonia, jo, po simfonia nuk e përfshinte këtë libër, se simfonia është diçka më ndryshe. Më vjen mirë që ti e ke titulluar Arjet Krisuna. Mbritme të Arjet. Të Krisuna. Të Krisuna, unë kam një poezi aty në libër që flet për plasjet e brendshme njeriut. Edhe është një poezi që unë relativisht, si thush, unë e du si poezi, e kam trajtuar si kristal. Një poezi që ti e dënë, dhe me thënë. Ka një libri, ka disa që mesin shumë ofër zemrët tënde. Jo që të tjerat nuk janë, po janë gjithmonë disa poezi që të udhëheqin. Edhe më duket se të marrin në përruptimin e jetës dhe ti iman me vete. Pa diskutim, edhe kjo është poezia. Unë është me lezu me këndësin tënde, edhe me atë si e linti, se nga njëherë kush i lexon vetë është më ndryshe. Po, edhe si që po thosha, kjo është poezia më trajtun si kristal, më falni, edhe gjatë poezisë përmendet fjala plaset, fjala e plasun. Edhe unë po mendosha Arjet, po nuk tingëlloshin mirë bashkë Arjet plasuna, sepse Arjet nuk mund plasin në këtë sens. Edhe më rritme tek fjala Krisuna. Madje redaktori thoshte që është interesante se mund të mendohet edhe si Krisun. Por është një fjalë që ne e përdorim shkodër në të dyja kuptimet, të dyja senset. Kryesisht në sensin e mendores, por që krijote ambiguitet, edhe ishte interesante gjetja. Atëherë, poezia më trajtun si kristal. Më trajtun si vazo kristali, kur kisha plasaritje. Minitne me dashnit kollajta. Mana jo theva një micopash, e s'pat ma dashnit kollajt, me mimlau gjanat e coptume. Me grimcat pezull për ball meje, u desh një ur, mi qka rok syni, e pa tok, me jam su rrugën, pushimin, pluhnit bardh të rënojave, mbet nër kam. Ura që nëroj të i dhan jetës kujtimet e mia për mloje. Tash thehem prap, përshnes nadjen, urën, më trajtun si kristal që plaset, si tanë fundja, pam pat për ullun, dbjarun, naltsoj fatet djeguna, dit e mënimet ba me hi. Unë pa marrë frëm thellë, unë pa mundësi për me duar të rukit, unë pa marrë frëm thellë, dhe Santile gjithmonë poezia jo të rojën shumë e thellë, edhe ka shumë elemente, ka metaformëra në gjenë shumë elemente letrare ose figura letrare, është krejt e figurshme, kisha me thane, dhe duhet, mendoj që duhet studime, si shkiba ti përmes studiu poezin të amëlla përmes jallë. Si ishte hera parë kur libri doli në publik, e kina pas shumë vështirë për me zjarë një libër. Mendoj se na kina kënë të dyja paralel, ishim të dyja paralel gadi në votime, paka shumë në njëjtën kohë, dhe më duket se morën guxim për njëna tjetrës. Fillu me ato konkurset edhe aty plapa unë e para. Unë kisha nevojë me na hap rrugën njerëz. Ju e gjej pak më shtrungë. Ju e gjej pak më shtrungë. Me ta hap rrugën e na hapen ne. Kjo është e bukur e fakt e artit, se me ecë vetëm nuk ecë pas kërkom. Absolutisht. Pa se bashkohësia këtë ka. Kjo është e bukur e bashkohësisë. Me kanë dorë edhe me kanë me shokë, me miq ata që shkruajnë, sepse njeriu fillon edhe krijon pastaj grupet aty e klanet letrare. As po themi grupet klanet letrare në sensin që krijohen ato grupet ku njeriu ndan pastaj edhe mendimet mbi letërsinë, mbi fushën e poezisë edhe të esejve shumë çka tjetër. Ti si u prite? Edhe si u ndjeve? Unë kur kam botu librin me poezi, ishte Covidit edhe libri jem nuk ka pas një promovim. Një hon më të fort, po, e kuptoj. Po ka pas një hon goxha, realisht, edhe pse ishte Covid. Po. Libri ardhi si rrjedhoj mbështetjes tuj. Pra, poetës si ti, J. Rusting tu me përmend Josef Radi, Leon Lekaj, poetin, shkrimtarin, muzikantin. Ato më shtyn që unë me botu librin, sepse unë nuk i shkruja me atë ide. Është një për atyne që kam shtet shumë poezit tona, Shqiptaro Seko, një nga shkrimtarët e mirë, realisht po, edhe pas mendimin letrar, mbas librit. Po.
mas librit. Dhe kjo është gjë e madhe kur kem shtetësa që realisht e kuptojnë fushën ku ti elaboron pastaj. Unë isha shumë jo e re, sepse unë kam shkruar edhe më përpara kur u hap dikur forumi rinor, forum si në vitet 95, 96, kam shkruar edhe atëherë. Pa guxim me butu. Kjo është ideja, se për me shkruar pa guxim me butu. Atëherë u lexoshin në radio, ishte një emision, u lexoshin 12 natë poezi të reja të. Okej, edhe do të thonë ti ke qenë pjesë këtyre emisioneve. Po kam qenë pjesë emisioneve, forumeve etj. Dhe kur doli libri u prit shumë mirë faktikisht, edhe ato njerëz që mbështesnin gjenin diçka pothuajse filozofike në poezitë e mia dhe kjo filozofi, ka mistiken, edhe mistika. Filozofin mistike, pa diskutim. Edhe unë nuk e njiva shumë atë mungesën e promovimit, sepse mora shumë, nuk mund të them komente pozitive, por ato kritika që mora ishin ajo që unë dosha prej poezisë. Tema ajo që unë dosha me përcjell prej poezisë. Temen pak lexues, por pse ke met vetëm në këtë botim personal? Që të ka pengu me sjell, se unë e di që ti do të kesh pa fund poezi që presin dritën e botimit. Apo ndoshta kjo shkollimi të ka bë me kënd dyshuese, sepse kjo është ajo që bën shkolla me ne. Krijojmë një dretë. Më ka bë me kënd shumë dyshuese, sa më ka bë me kënd më kërkuese. Më kërkuese. Edhe unë e shoh që poezia jam po ndryshon. Ndryshon stili, ndryshon përmajtja, ndryshojnë shumë elemente në poezi, edhe derisa unë ta absorboj mirë këtë poezi tre temen, atëherë mund të vinë një botim tjetër. Pra, ky libër është rrjedhoj gati 14 vjetëve. Edhe tash ndryshimi me poezinë time është i madh. Poezitë e mia nuk janë si poezitë në këtë libër, poezitë. Është një gjë që ndodh, edhe unë mendoj që është koha, është mosha, është realiteti. Janë tri elemente që na cekin edhe na ndryshojnë. Por uroj që ta gjejmë prepat guximin që e morëm me botut parin dhe me vazhdu me botut të tjerë. Kena një fill përbashkët e zotin Josef Radi, publicistin e mirënjohur, ishte ai që na ka dhënë një shtys, jena një grup poetësh që na ka dhënë një shtys për me botu, për me pa dritën e botimit, edhe faktikisht të tilla shtysa rralli shef, sidomos në fushën e artit ku njerëzit pretendojnë me kënd unik edhe të pazëvendësueshëm, por realisht secili brezon mendoj ka me pas zonat e vet. Edhe kjo është një prej gjërave më të bukura që sjell të paktën letërsia, secili ka realitetet e veta. Absolutisht. Emigrimi sa ka ndikuar tek tematikat e këtij libri, edhe jo vetëm, po qoftë edhe të ato që ti shkruan shpeshherë dhe mendime të ndryshme ose ese të ndryshme. Thashti, si mund ta them, emigrimi është si thush një thes që ti e ke në shtëpinë dhe harron, që është aty edhe është unifiku me trupin, edhe e din që do ta mbash së zbanin në shtëpinë. Je mësuar që është dhe nuk e vën më re që ti e ke këtë thesin në shtëpi. Pra, kjo është emigrimi. Një metaforë gjeton realisht, gjeton pak e dhimbshme, si do edhe pse ti e sjell në humor. Ashtu është, ti mësohesh me, sepse sado kudo un kam atë bindjen që gjuha jote është ti. Gjuha është ti. Ne mësojmë shumë gjuhë, po ajo gjuhë që është e jona. Dhe sa ndij një pyetje pak personale, çka gjen në Shkodër kur vjen? Edhe çka kërkon ti me gjetë në Shkodër kur vjen? Gjuhën. Të parën. Gjuhën të parën, jo vetëm në sensin e gegnishtes, po kur un kam ikë re 15 vjeçë, domethënë, mund shumë njerëz më thonë ti shumë mirë flet shqip. Po, sepse ka njerëz që ndryshojnë gjuhën realisht. Por edhe bajnë sikur e kanë harruar ose mosha e harruar. Është shumë e thellë lidhja me fjalën, lidhja me familjen vjen prej fjalës, lidhja me veten vjen prej fjalës, njohja. Pra, ajo un kam pas shumë përfundime me këtë pyetjen që më thati ça gjen kur vjen në Shkodër. Për shembull kam pas vite që kam thënë gjej shoshnin, prapë gjej shoshnin, po ato nuk janë disa antikun, gjej shoqe të reja, gjej ty, gjej mike të reja, letërsi, takime. Po në këtë pikë tjetër
në këtë pikë të zhvillimit tem si njeri, ajo që unë kërkoj kur vi këtu edhe gjej është gjuha. Gjuha, dhe gjë shumë e bukur me gjej gjuhën, realisht. Atë kërkoj atë. Sa herë që vjen tashmë ke sjell një çka voluminoze, siç është ky studimi antologjik që kena kjo botë shpirtërore vajzash e grash. Është një antologji me përmbledh sa poetë, 29 poete. 29 shkrimtar, autore. Edhe është një studim i mirëfillt, është një libër i punuar nga Desantila dhe zoti Josef Radi. Është një punë voluminoze, një punë studimore edhe kërkimore, sepse duhet me kërku me hulumtu për me sjell për secilin prej shkrimtar ose autoreve elementet e saj edhe përbamje në shumë çka tjetër. Sa guxim, sa kohë, sa përkushtim kishte ky libër. Ky libër është produkt i një pune 5 vjeçare. 5 vjet. Po, punën si thosht viteve të para e ka ba Jozefi. Unë atëherë kur Jozefi vendosi me ba këtë antologji, unë isha autore. Ndërkohë ndodhi Covid, unë pata pandemia, me pandemia sjellë shumë çka ndryshe. Unë dal gjithçka, unë pata një reflektim shumë të thellë me vedin dhe kuptova që nuk mundem. Si pësh nuk mundem. Edhe vendosa me studiu letërsi. Pra, nuk mu isha ma atë idenë, më na i shpi, mos me punu, ishi mësu me kanë makina, si thonë asaj. Makineri, robot. Edhe kjo nalja më blokoj. Unë mendoj që pandemia Covidit ishte prej atyre që nuk ka bërë me reflektu shumë thellë dhe ekzistencën tonë njerëzore ka ndryshuar totalisht. Ka ndryshuar shumë. Edhe ky ishte ndryshimi jam. Unë fillova studimet për letërsi edhe i marrova vjet edhe gjatë kësaj kohe Jozefi më thotë që tash ti duhet jesh edhe studiuse në antologji. Sepse ke marrë studimet për letërsi edhe ndërkohë ai bashkëpunimi bashkë me Jozefin ka qenë një pandërprem, sepse unë e di që keni marrë një kohë të konsiderueshme. Për 8 muajt e fundit para se të botohej antologjia, ne kena punu gati për natë me orë me poetet. Unë i kam studiu, do më thënë, këto poete kanë hinë mish. Absolutisht. Poezia nuk lexoj 2-3 herë për me analizu. Duhet me theksu faktin që secila autore ka nga 11 poezi mbranda kësaj antologjie. Do me thënë që të lënë atë mundësinë ose ta krijon mundësinë që ti me kriju edhe një imazh, qoftë edhe pa njoft as pak autorin, e krijon imazhin. 11 poezi nuk janë pak. Edhe me disa të tjera mund bëhet një libër i vogël. Prandaj duhet me e pa gati si një libër unik për secilin prej autorëve atë. Në fakt ashtu është, edhe puna për ta është si një libër thonik. Unë kur i kam studiu poetet për me pru punën studimore në antologji, pra për me pru mendimin letrar. Çfarë përfshin ky mendimi letrar? Disa detaje të vogla. Po them ky mendimi letrar përfshin ta marrim ta xham një poete me 11 poezitë e saj. Përfshin një studim të thukët të poetes. Mendimi letrar sjell pikat ma të spikatuna të mënyrës se si poetja shkruan, po ashtu dhe bot kuptimin e poetes. Pra sjell ndoshta një poete ka pikë të fortë stilistikën e saj poetike, formën, disa tjera kanë metafizikën, disa tjera, pra varet se qa përfaqëson poetja. Dhe me thënë janë shumë dimensionet studiume, nuk është thjesht në disa gjëra të vogla. Po, janë dimensionet më spikatuna të poeteve të caktuar. Një poete mund të ketë ambiguitetin, një tjetër mund të ketë imazhin, imagjizmin, si thonë, imagjinatën e shumë çka tjetër, po. Pra, çdo studim ishte një studim i thukët për mbi çdo poete për me pru një kornizë letrare që përfaqëson atë poete në bazë të atyre 11 poezive. Absolutisht. Pra ne jemi bazu në ato 11 poezi.
jo në krijimtari tjetër. Janë përfshi 29 autore. Pse jo 30, pse jo 35, pse jo ose 25. Ka me një pyetje që kanë me ta bëj shpesh. Por pos pyetjes tjetër pse nuk jam unë aty brenda antologji. Se do të ketë edhe zona të tillë që thonë se unë nuk ndodhem. Ne edhe teknik promovim që patëm, ishte pyetja pse nuk janë disa prej poetëve. Unë kam theksu, pra atëherë antologjia ka disa kritere. Poetët që janë përgjatë kanë krijuar mbas viteve 2000. E kuptoj këtë. Edhe kanë botuar mas viteve 2000. Absolutisht. Shumica kanë botuar nga një libër, jo shumica po. Një pjesë e mirë aty në. O në shqip ose në italisht si Herman për shembull Çuka ka botuar në italisht ose Ndreca para shqipes. Pra, ky ishte kriteri i parë që kishin botuar libra. Që hyn në shekullin 21, në shekullin konkret. Numri fillestari ishte 6 muajt. Mandaj ne e shtum sepse ka shumë poete që doshim me studiu edhe mi për unë vëmendje, por përveç kësaj, unë e kam theksu shumë shpesh që ky nuk është një numër përfundimtar. Ose një numër për mbledhës. Jo gjithë përfshirës. Si nuk është një numër gjithë përfshirës. Absolutisht që ka autor shumë të mirë, cilët nuk janë pjesa antologjisë, edhe mund të jenë pjesa antologjive tjera, se ka antologji të ndryshme realisht që bëhen, që realizohen. Plus absolutisht që ne nuk dalim me superlativat që këta janë autoret. Unë personalisht më të mira ose ka shumë autore, secila shkruan ndryshe, secila ka origjinalitetin e vet, fuqinë e vet poetike. Edhe unë e kam theksu shpesh që numri do të ishte shumë më i madh, por një volum i madh antologjie është vështirë me u realizu, sepse unë e Jozefi e kena realizu vetë këtë. Pa një përgjigje prej dikuj, pa një fond veçantë, pa një kosto tjetër. Shpresoj edhe që dikush ta kuptojnë sa rëndësishme është kjo punë studimore që ne kena bëmi këto poete, sepse sot mund mos i shifet vlera, por në një të ardhme një student i letërsisë jam e bindur që ka me lezu me shumë interes këtë libër, studimin. Për promovimit në Shkodër janë disa ditë, nuk është pas një javë, dhe e bukur është se mu më kërkohet libri. Unë nuk e di se çka kena me bëj me botusin, po ne do ta shkaklojmë, do t'i telefonojmë, po do ta gjejmë një mënyrë përmes javës antologjinë Shkodër, edhe unë uroj që së shpejti, sepse ka interes për librin, ka interes sepse janë shumë autore dhe me kanë autore të ndryshme është diçka shumë e bukur realisht. Prandaj thashun është një libër për secilën, sepse ke mundësi edhe me zgjallë prej secilës, edhe me lexu çka dëshiron vetë, me u përfaqësu me çka dëshiron vetë, edhe kjo është e mirë. Kjo botë shpirtnore vajzash dhe grash, pse vetëm gjenia femnore? Është kjo pyetja tjetër. Në fakt kjo është një si thush ura lidhse me librin kjo pyetje. Fenomeni i grave që shkruajnë, grave dhe vajzave që shkruajnë poezi është jashtëzakonisht i fuqishëm. Pra ato shkruajnë shumë, vajzat dhe gratë shqiptare shkruajnë shumë poezi. A mendon se ka ardhur me kohën ky ritmi që janë shtu autoret, kanë filluar me u hap, kanë diku rrjetet sociale për me ardhur deri në këtë, ishte një mënyrë ndoshta për me u gjej, për me u shliru, për me thonë diçka të mbrëmshme, qoftë edhe me rrjetet sociale. Pastaj filluam me botimet. A rrjetet sociale pa diskutim që në kulturën shqiptare, sidomos Facebooku, kanë një rëndësi shumë të madhe. Për të mos i krahasu me një media, është një media promovuese, sidomos për poezinë. Pra, nëse në vendet e tjera rrjeti i Facebookut shihet si diçka që nuk funksionon më, edhe faktikisht nuk funksionon. Në Shqipëri është komplet vazhdon me kanë diçka tjetër. Është vendi i promovimit. Si ka mundësi që na kena erujmë ende si diçka shumë gati tradicionale na duket Facebooku si ajo arma jon. Unë e shoh si gjë të mirë këtë faktikisht. Nuk e shoh si diçka. Po pra mirë, edhe mund të pëlqen kjo që është si diçka të mirë, jo si një diçka ma Facebook kështu. Sepse ka diskutime të tilla. Jo po poetët nga Facebooku ose shkrimtar nga Facebooku. Por realisht un po varej që edhe studios Mirfield, edhe profesorat Mirfield, edhe shkrimtar shumë të hershëm përdorin Facebookun, një mjet lidhës me publikun që ata kanë dëshirë për me pas qasjen e tyne. Po, një arsye mund të jetë se nuk
nuk ka filtrimet shumëta ose të duhuna institucionesh për kritikët ose për krijuesit ose për botim, sepse edhe një kritik nuk mund të botojnë gjithçka që studion ose çdo esej që studion, nuk ka atë luks ose atë ndihmë. Edhe sigurisht çdo poet, çdo shkrimtar nuk mund të botojnë vetë çdo gjë që krijon. Kështu që Facebooku e jep këtë hapësinë. Edhe shumë e mirë. Po edhe për poetët, edhe unë nëpërmjet Facebookut jam njoft me Jozefadin, me shumë shkrimtar. Facebooku ka bërë këtë që ne kriju me grupet tona letrare, edhe kriju me këto mundësit me pas një takim me një tjetrin, me kuptu se dikush po promovon një libër. Kjo është një media që u hap shumë shpejt në ne edhe na lidhi me njerëzit. Përveç kësaj lidhjes me njerëzit, pastaj filluam me frekuentu edhe grupet të cilat u krijuan nga fusha e letërsisë, po edhe çdo zhanri tjetër të artit realisht. Se çdo gjë po publikohet në Facebook për me bërë një thirrje për një publik. Është edhe fakti po ta shohim në sensin para covidian, fakti i emigrimit. Shumë prej nesh jena larg, edhe jena gjeta të ajo platformë na bashkon, edhe ne ishim shpesh në Facebook se kina nanën, babën, motrën, i shohim aty shoqënin. Patjetër. Por edhe mbas covidian, ku njerëzit takohen më pak, sepse Covid e solli këtë ndryshim me njerëzit. Njerëzit shifen më pak, takohen më pak, edhe Facebooku vazhdon të jetë ajo platforma bashkuese. Ajo ina nga fundi pa diskutim, por ajo ideja jeme ishe me balla një pyetje tjetër. E di që njerëzit e nën poetë dhe shumë kush ka të drejtën, siç ma kanë bërë një pyetje tjetër, të mendoj se un kam një lloj aksesit, po un nuk kam akses sepse punimin e keni bë Desantila dhe Jozefi, realisht edhe kanë marrë përsipër një nisëm kaq të madhe që unë nuk e dija do ta kisha marrë një herë. Se nuk është gjë e vogël, është shumë punë voluminoze, është një punë shumë me përkushtim, por që merr edhe kritikat e veta pas. Kjo është një kosto që duhet merr. A do të ketë një volum të dytë me autorë të tjera apo për me pas një volum të dytë duhet një fond i akordum nga dikon, një mbështetje nga dikon, po e them diku përpara. Më përpara që ne shpresojmë shumë. Ne tamam shpresojmë shumë që do të ketë një dytë. Po personalisht unë ndoshta vetë pa fonde, pa një nuk mund ta vazhdoj një projekt tillë, sepse merr shumë kohë, merr shumë, por si thush, ja kena borxh edhe poezisë, edhe shumë poetëve të tjera. Jo vetëm ne, por edhe dikush që mundet me ba diçka ma shumë për një volum të dytë, të tretë, të katërt e tjerë. Do t'ishte shumë gjë e bukur kushdo që mendon se mundet me mbështet, qoftë financiarisht edhe qoftë me një projekt, nuk e di se si. Sot mundësitë janë të pafundme, rrugët janë të pafundme, edhe mendimet janë të pafundme, dëshira është për me pas vëllime të tjera, mundësia mbetet pastaj për të rishiku, për të pa dhe për të kriju. Se është masa e vërtet që puna bëhet, por për me pas edhe një vëllim të dytë, të tretë, të katërt, sepse kjo antologji unë mendoj që duhet me pasu. Ashtu siç janë këta që kanë botu, këta autorë që kanë botu pas viteve 2000, duhet me pas edhe të tjerë që kanë botu mas viteve 2010 ose mas viteve 2020, sot jena në 2025, në fund të 2025 gati. Po ka shumë tjerë që gjatë tyne 25 vjetëve. Kjo do të ishte një antologji shumë e madhe, po të ishin këto ta nemna që unë mendoj për shembull. Absolutisht po. Prandaj ishte dashur vëllime të tjera. Prandaj ishte dashur me vëllime të tjera, me sjell duhet vëllime të tjera, edhe më vjen mirë për këtë punë. E di që ka e lodhshme, por që ne sorprezat me kuptu se si erdhi një tur me re poetësh, një tur me re autorësh, dhe thanë vërtetën e tyne. Tregun realitetin e tyne, në mënyrën e tyne. Është e bukur me sjell letërsinë në mënyrën se si e shohim secili prej nesh, dhe jo me ekskludu brezat. Këta nuk lexojnë. E kam thënë shumë shpesh të sentil një fjalë që thonë këta nuk lexojnë, po marr lexojnë. Të gjithë brezat lexojnë. Ne nuk mund të presim me pas turma lexuesish, pra çeta, si themi ne. Por absolutisht krijojnë letërsi ndryshe prej nesh, ashtu siç po shifet tashmë. Edhe unë shumë shpesh i promovoj përmes emisionit pena
Pena Shkodrës, dhe kjo ka nga qëllimi. Që rinis me dhanë zanin e veç, çdo autorit me dhanë hapësinën që tjetër mujton. Edhe me kuptu disa ndilë se ku du me mrit, të cili publik du me mrit, çfarë audiencë du me pas, edhe do në me eci tregu, sepse tashma dhe letërsia ka marrë një rrugë. Edhe po me ne tregu eci vetë, letërsia me tregu në ecin vetë, është e pa mujtun me fokusu letërsin në atë kanalin që dona në të vjetrit. Pra, e reja, letërsia e reja ka me rrogë gjithmonë në shimin e reja, absolutisht edhe ka me gjetet e pjesën ku kanalizohet, si shtamene. Pa diskutim që ka me gjetet shtegun e vetë, me atë tunelin, atë dritën fund tunelit e gjenë që të ri. Letërsia vjen me vones, mbas 20 vjetëve jeton vepra që lexohet më shumë, që ka vlera më shumë për kohën, për kontekstin e kalum dhe për kontekstin aktual. Kena një migjen që nuk e heqëm asnjëherë prej doret, leximet e tija që vazhdojnë me kanë koherente. Pra sensibilizues, po gati koherente. Më vjen keq po koha difton se ka voluma pak se duhet. Pa diskutim. Edhe nëse diçka na duket jashtëzakonisht moderne ose ne jetojmë me realitetet ndryshme. Ka shumë moderne, ka edhe gjëra që nuk kanë ndryshuar pothuajse as pak. Bizantil çka kanë më mesjall për publikon, pa ta bëj këtë pyetje klishe, por shumë duhet me javë ba gjithë të ftumve. Ose që kema për zemër me pas ti në fillim. Se njëri mund të kenë shumë dëshira me sjallë, po. Unë kam ja 2-3 idena, por projekte. Nuk janë projekte. Okej, është ide. Janë ide, janë... Sa mirë që ke ide. Se kur ke ide, ka sjallin projektet bukra. Disa ndile ka të heshtura projektet, nuk njihet, vetëm kur vjen me një diçka kështu, të realizume. Ka jenë fa kam shumë idejna dhe nuk del ajo ide që them, edhe varet se si unë edhe punoj, edhe merre me violoncelin, edhe pra janë disa fusha me të cilat shpërndahem, por pa diskutim që letërsin nuk e la mas dore. Nuk mund është me lanë, sepse mendoj që ajo të ka pushtu. Ka pushtu, është edhe vërtet. Shumë shpesh na bëhet pyetja kur e gjete, nuk e kena gjetë, nuk ka gjetë, po në shoh që nuk ka gjetë, edhe mendoj që na ka gjetë momentet tona që na është dash dikush, me ecë me një rrugtim së bashkut. Na gjen, plus ne kishim një fenomen jashtëzakonisht të rëndësishëm në jetën tonë, lirinë e fjalës, fjala. Pra ne na gjeti një rini prej komunizmit në demokraci, edhe ne e kuptuam atë shpërthimin e fjalës. Kështu që ne na gjeti shumë kollaj sepse doshim këtë lirinë e madhe të fjalës. Bibla tha e para ishte fjala, edhe na filluam aty ku fjala mujtë të mu thonë ma e lirë, edhe ma pa barriera. Realisht kjo ishte gjaja ma e bukur. Edhe uroj që fjalat vazhdojnë me gjetë të rrugën. Të uroj shumë suksese dhe Santilë, uroj që të kesh projekte qoftë edhe të tilla, po edhe çfarë do tjetër projekte të sjellësh, e di që ke me sjell një diçka që i duhet patjetër lexuesit. Së bashku miq, këtë shtun kështu e mbyllim. Uroj që të shihemi së shpejti. Mirupafshim. Faleminderit.